Shtëpia e Big Brotherit ishte ndryshe atë ditë. Jo për shkak të lojës, jo për tensioneve, jo për strategjitë që zakonisht rëndojnë ajrin. Ishte ndryshe sepse ishte dita e Benitës. Dhe kjo mjaftonte për t'i dhënë një dritë tjetër çdo këndi të asaj shtëpie. Banorët ishin të gjithë bashkë në sallon. Disa të ulur, disa në këmbë, disa duke qeshur pa e ditur saktë pse. Ishte ajo ndjesia e bukur e pritjes, kur diçka e mirë po vjen, por ende nuk ka ndodhur. Benita ishte mes tyre, pa e ditur se çfarë e priste, por me një buzëqeshje të qetë, si gjithmonë. Pastaj, dera u hap, në atë çast, sikur koha u ndal për një sekondë, Deraklodi hyri me një tortë në duar. Qirinj ndriçonin butë, flakët e vogla lëkundeshin lehtë, dhe mbi tortë shkruhej një urim i thjeshtë, por i fuqishëm: gëzuar ditëlindjen, Benita. Drita e qirinjve u pasqyrua në sytë e saj dhe, për një moment, ajo nuk foli. Vetëm pa, banorët shpërthyen në duar trokitje, gëzuar. Edhe 100. Urime Benita. Por Benita qëndroi aty, e prekur, me duart pranë trupit, sikur po përpiqej ta mbante atë moment brenda vetes, që të mos ikte shpejt, sepse të festosh ditëlindjen larg familjes nuk është e lehtë. Dhe ta festosh në një shtëpi ku çdo ditë është sfidë, është edhe më e veçantë. Benita e mori frym thellë. Në mendjen e saj kaluan shumë gjëra. Vit pas viti. Kujtime. Ditëlindje të tjera. Zëra të njohur që mungonin. Por në të njëjtën kohë, ajo ndjeu diçka shumë të fortë. Nuk ishte vetëm, ajo pa rreth e rrotull. Pa fytyra që ndoshta nuk do t'i kishte njohur kur jashtë asaj shtëpie, por që tani ishin bërë pjesë e përditshmërisë së saj. Njerëz me të cilët kishte qeshur, debatonte, heshtur, ndar lodhje dhe gëzime. Dhe në atë moment, të gjithë ishin aty për të. Deraklodi ju afrua dhe ja zgjati tortën. Është dita jote, i tha thjesht. Benita buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e sinqertë, jo për kamera, jo për lojë. Një buzëqeshje që vinte nga zemra, kur qirinjt u vendosën përpara saj. Salla u qetësua. Të gjithë e dinin ritualin. Një dëshirë. Një frym. Një moment i vogël që, në të vërtetë, ka shumë peshë. Benita mbylli sytë, ajo nuk e tha dëshirën me zë. Disa dëshira nuk ndahen. Ato mbahen brenda, aty ku askush tjetër nuk mund t'i preki. Por ndoshta ishte diçka e thjeshtë, forcë, qetësi, qëndrim. Ose thjesht të mbetet vetvetja deri në fund. Ajo fryu qirinj, duar trokitjet u bën edhe më të forta. Dikush e përqafoi. Dikush tjetër i tha një fjalë të bukur. Dikush i buzëqeshi nga larg. Dhe Benita, për herë të parë pas shumë ditësh, e ndjeu veten plotësisht të lehtësuar, sepse ajo kishte ardhur në atë shtëpi me një barë të padukshme, pritshmëri, gjykime, presion. Por ditëlindja e saj ishte një ndalesë. Një kujtesë se përtej lojës, ajo ishte një njeri që po rritej, që po mësonte, që po forcoi. Benita nuk ishte nga ato banore që bëjnë zhurmë për të qenë në qendër. Ajo ishte e qetë,